një produkt i cili shikohet në shumë prej të vendit tonë, por që askush nuk madomendja nuk e di vlerën. veç zojt u adin vlerat atyre. Rushi i egër, atëhere, ndoshta nuk ka bukuri, nuk ka kokër të madhe, por, po ta shikojmë, kjo kokra është plot e përplot me aminoacide. Përveç asaj OPC-s që neve përmendim që ndodhe... Që nga shumë e thartë. Shumë e thartë. Pra është plot me acide organike, plot me aminoacide, dhe këto neve mundet që t'i transportojmë tek ky çaj në këtë mënyrë. Hedhim 10 deri në 15 gram. Nga kjo, dhe ne marrim me të vërtet një lumë të tërë kriprash minerale, aminoacidesh, acidet organike, këto tartrik, tartarik që ndodhen tek rushi, po sigurisht edhe vitamina.